Gazetari i medias gjermane Deutsche Welle Bahri Cani ka bërë një përshkrim në lidhje me atë se çfarë pritet të ndodhë gjatë kësaj jave në Kosovë. Cani përmes një postimi në Facebook u shpreh se vendin tonë presin disa ngjarje shumë të rëndësishme. Ai këtë e ndërlidhi me seancën konstitutive dhe formimin e qeverisë së re për cilë bota sot. Në vijim postimi i tij plot, çfarë pritet këtë javë në Kosovë? Kosovën e presin këtë ditë disa ngjarje shumë të rëndësishme. Nesër pritet konstituimi i kuvendit, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve. Lëvizjeve të vendosje i takon si parti me numrin më të madh të deputetëve në kushtet normale posti i kryetarit të kuvendit, por në Kosovë, prej zgjedhjeve të fundit nuk është asgjë e vetëkuptueshme. Nuk dihet akoma nëse lëvizja vetëvendosje ka siguruar votat e mjaftueshme dhe me kë, pas zgjedhjes së kryetarit apo kryetares, duhet të fillojnë procedurat për krijimin e qeverisë së re. Por as këtu nuk dihet se kush do të jetë në qeveri. Do të jetë kjo në fakt java e së vërtetës kur do të shihet nëse Kurti i ka siguruar numrat për qeverinë e re, nëse Lima i ka bërë marrëveshje me lëvizjen vetëvendosje apo ka ndonjë marrëveshje të re. Personalisht mendoj se Kosova ka nevojë për krijimin sa më të shpejtë të institucioneve, e qysh kjo do të shihet pak a shumë nesër, por me rëndësi është që po fillojnë proceset.